Gomirët e trojeve titulloi shfaqja prezantuar në Teatrin Migjinë në qytetin e Shkodrës, një shfaqje me autor dhe regjisor Gent Bejko. Ky i fundit foli për mesazhin që përcjell shfaqja dhe tha se misioni kryesor i teatrit është të zgjojë masat. Reagimi i spektatorit dhe tregoi që është e pranueshme, është e kuptueshme. Kush ka sy mund të shikojë dhe kush ka vesh mund të dëgjojë. Është emocionale pak, domethënë për isë nuk jam shumë natyrë emocionale, po nuk e tregoj më saktë. Për mua ka qenë gjithmonë e rëndësishme sjellja e publikut tek teatri dhe teatri të shkojë te publiku, pra gjendet një rrugë ndërmjetme. Dhe një rrugë ndërmjetme është, po themi, komedia, e cila shkon nëpërmjet humorit, por e ka mundësinë të përcjellë edhe mesazhe. Pra mos njelet thjesht në kuadrin, hajde të targetojmë masat edhe të kalojmë në atë logjikën e perandërisë romake, buke dhe cirk edhe mendje rehat. Kështu që them që misioni kryesor i teatrit është që të zgjojë masat. Edhe kjo lloj shfaqje, ashtu si dhe shfaqjet e tjera që unë kam bërë më përpara këtu dhe jashtë, kanë këtë lloj qëllimi, nuk janë thjesht argëtuese. Domethënë, nëse do thjesht argëtohesh, shikon diçka argëtuese të shkurtër në Instagram. Po njerëzit duhet të rikthehen teatrit sepse duhet të provojnë emocionin e gjallë, kanë harruar emocionin e gjallë. Për aktorët Jozef Shiroka dhe Lucy Bregu, shfaqja ka disa mesazhe të forta. Është një shfaqje e cila përcjell përveç argëtimit që i bën publikut, ka edhe mesazhin shumë të fortë, mesazhet edhe jo vetëm një mesazh. Shfaqja sjell disa mesazhe, të cilat sigurisht thohen me anën komike, por njëkohësisht janë edhe ato që të bajnë me reflektu në fund të shfaqjes, besoj. Edhe u vure reagimi edhe i publikut në forma dhe në momente të ndryshme që ishte vërtet pak a shumë ai që prisnim, po gjithmonë është kënaqësi e madhe, është gjithmonë kënaqësi e madhe kur i merr të paprituna në duart rrugitjet. Për mua është shumë e veçantë edhe prej faktit që pas një viti po të njëjtën datë jam rikthyer në Teatrin Migjeni, se vjet kemi pas gjithashtu një premierë po të njëjtën datë. Kjo shfaqje ka hilaritet, i ka gjitha mrend, ju e thatë vetë pak më përpara, ka të pjesën dramatike e cila është mi dhënë një gusht fort popullit edhe mi u thanë, në gjojën e vetë një herë, ma vonë të tjerët, është pjesa komike që çdo gjë përdoret edhe nga sarkazma, kalon në ironi, sarkazm, pra çdo gjë është me shkallë. Po si vetë të re, çdo individ, çdo personazh, dashje pa dashje, në çdo formë të tij, e sjell si komiken, si dramen, si fjalen, hedhun për me dhënë një mesazh, edhe në çdo dimension të mundshëm në mënyrën më perfekte të mundshme. Shfaqja do të jepet dhe mbrëmjen e kësaj të mërkurë në Teatrin Migjeni në orën 20.